Sektori rajonal i hetimeve, Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren pas ndërmarrjes së veprimeve hetimore në bashkëpunim me Prokurorinë Themelore në Prizren dhe një ekip nga Drejtoria e Krimit të Organizuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë në Prishtinë. Sot më 13 mars 2025 ka filluar realizimin e operacionit policor për arrestimin e një personi të dyshuar për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer vepër penale fajte. I dyshuari me inicialet EK, mashkull kosovar 28 vjeçar, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të pasurisë, kontrakton një shumë dukshëm jo proporcionale të pasurisë në këmbim të dhënies së borxhit, duke shfrytzuar gjendjen e rëndë financiare të viktimës. E ngarkon me kamata mujore viktimën, kamatë të cilën e kalojnë shumën mbi 100.000 euro. Gjatë operacionit policor është kontrolluar banesa të dyshuarit në Prizren, është arrestuar i dyshuari si dhe janë sekuestruar prova që ndërlidhen me veprën penale. Pas arrestimit i dyshuari është intervistuar në prezencë avokatit mbrojtës të caktuar sipas detyrës zyrtare dhe me akt vendim të prokurorit nga Prokuroria Themelore në Prizren i caktuar masa ndalimit për 48 orë. Rasti është duke u hetuar nga sektori rajonal i hetimeve, njofton zëdhënësi Vesel Kashi.